Tani është momenti që pas 10 ditësh të rikthehet në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova për të vijuar lojën e saj, ajo që ishte në Itali. Dolce, ajo dje ka dalë nga shtëpia e Grande Fratellos në Rom, ka udhëtuar drejt aeroportit të Tiranës dhe ka qëndruar në shtëpinë kapsul që gjendet pranë shtëpisë së Big Brother. Le të ndjekim një klip të aventurës së Dolçës në Grande Fratello, por po besoj ndoshta është një klip shumë i mirë të cilin duam ta ndajmë së bashku me Dolçën. Por tani e presim me duar trokitje Dolçën këtu në studio. Dolce! Hello, hello. Mirëmbrëma, come stai, ja? A flasim shqip neve tash. Flasim shqip? Flasim shqip. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Finalmente. Ma në fund i bjen kjo, a? Ma në fund i bjen kjo, finalmente, a? Dolce, mi se u riktheve. Na tregoj gjitha, se e kalova atë eksperiencë në Big Brother të Italisë, në Grande Fratello. Si ja kalova atë eksperiencë unike. Po, unike, le të them, ja? Me të vërtet ishte një eksperiencë unike, e shijova në maksimum, edhe jam gati të vazhdoj lojën në shtëpinë time. Po na trego si ishin ata konkurrent atje? Konkurrentat, ju i patë. Po, e kemi po. Edhe kemi po me shumë kurreshti edhe vëmendje. Konkurrentat ishin shumë mirëpritës në fillim, pastaj e treguan gjithë veten. Si ishin tamam. Si mendon Nuk kishte nevojë të rria më shumë ditë i kuptoja si ishin.